Vdes aktori turk Cüneyt Arkin. Ai kishte probleme me zemrën. Në një deklaratë të bërë nga spitali konfirmohet ngushëllimi i thellë që bën familja e spitalit. Jemi të pikëlluar për humbjen e aktorit gjigant të kinematografisë turke. Ngushëllimet tona për familjen e Cüneyt Arkin dhe të gjithë fansave të tij. Cüneyt Arkin, i cili la gjurmë në kineman turke dhe luajti në qindra filma, pati shumë çmime. Arkin u nderua për herë të fundit me çmimin e madh të kulturës dhe artit të presidencës turke në vitin 2021.